Për të katërtën herë me radhë, Fashion TV në bashkëpunim me Duplex Club në Prishtinë po organizojnë sfilat mode, me modele të lloj-llojshme pothuajse nga të gjitha vendet ballkanike. Në vazhdim mund të ndjekim edhe sfilatën e cila ishte inspirim nga filmi i James Bondit. Ndërkaq për modelet u përkujdes Studio Selma dhe Kaci. Për më shumë detaje ndjekim materialin e radhës. Si duket Kosova, po ja lën ëmbël Fashion TV. Pasi që ky është viti 4 që ky televizion po prezanton ndejën dhe sfilatën edhe në Kosovë. Kreatori nga Milano, Mauricio Mansa, dhe kësaj here edhe me diçka të re. This time we have presented a collection inspired by the movie of James Bond, and especially the Bond girls. James Bond Collection zgjodhi manekene kryesisht nga vizet e Ballkanit, si Kroacia, Bosnia, Maqedonia, Shqipëria e Kosova. Arritën që të gjitha në studion e grimit Selma dhe të flokëve Kaci. Në nduart e tyre tani po merrin pamjen e duhur për sfilatën. Të hapura e të dashura me kamerën vazhduan. I ka pëlqyer edhe grimet tona që i kemi bërë, i ka pa faqen tonë të website-it edhe u përcaktu me një look e tash nga përshkojnë ansuaza që ati lookut, jo për shtatë ftyrës e secilës modele. Parokjeri Kaci ishte ai që flokët po i përshtat me grimin dhe veshjen. Nuk është ja pasë të bëllën e këta, për i të vinë tanë këtohën gjithmonë bëllën e ta. Gjithmonë kemë bëllën bashkë bëllën e ta, por këtë vitë po më gjithit edhe këta e pak të në period, se vitë e tjera se ka përgjyë dhe aqë organizimi edhe puna dhe vesha që kanë këta. Këtë vitë ta shosh ka pëndo, po pëndo vetë pak ma mirë si vitë e tjera. Shofim, shpresojmë. Po jo dhe dishka shumë e madhe që shpritet ta me bo Fashion TV, apo të shofim. Na bëjmë punën tonë. Pasi koka e modeleve ishte gati, ajo që mbeti në fund ishte edhe një fotografi nga Artan Korenica. Qenë Liberta mirë, dini mirë, kretë mirë, shumë për qenë Liberta, shumë për qenë dini, emisioni ju e shumë i qëllune, këqyri çdo të shtuna, knaqëm këtë shpia më ledhem, na qena përmi 18, e këqyri më knaqëm emision ma të qëllun, nuk ka Klani Kosova, faleminderit ditën e mirë. Shumë mirë është të punosh me Selma dhe Kacin, dhe kur punon me njerëz profesional, është puna jame shumë ma lehtë, domethënë se unë jam ai që e përfundoj punën si fotografi. Kështu që kur është grimi dhe flokë mirë, për mua është shumë kallaj. Duplex Club tashmë po merre me pjesën tjetër të organizimit. Modelet po kryenin provat e fundit para se të fillonte mbrëmja. Disa të shoqëruara e disa më të tërhequra me zveti po shijonin mbrëmjen. Vajzat për Shqipërisë unë një kemi marrë pjesë edhe në sfilatën në Shqipëri bashkë gjitha. Adrola është shoqja më e mirë këtë se kam qenë me ta trial në Las Vegas, ndërsa njërën prej vajzave që vinë prej Bosnës, edhe me ato jam taku me një sfilat, është Emma, First Face Here, edhe tjerat nuk është që një, janë thjesht 3 vajzat që nuk një. Klubi po mbushen nga shumica gjini mashkullore. Të etur për të parë shfaqjen e mbrëmjen, njëherë po shijonin muzikën. Ne i lam të qetë për të vallëzuar dhe u nisëm drejt prapaskenës të shohim modelet. Manekenët tashmë po visheshin e po kalonin në ethet e sfilatës, por ajo që ra në sy ishte Diana Avdiu, e cila kishte probleme me veshjen e stër stolisur. U kthyem tek atmosfera e mbrëmjes dhe aty pari takuam mikët e estradës, të cilat po shijonin mbrëmjen në maksimum. Ne u larguam duke pritur momentin e madh të ngjitjes në skenë të modeleve. Fishkëllimat e ulurimat nuk ishin të ndalur.
filloi sfilata në tingujt e muzikës së filmit të James Bond. Ecja dhe ndalesa e pozimeve ishin mjaft provokative. Veshjet të linin përshtypjen se glamuri e vezullimat mund të jenë edhe të tepruara. Studio Selma, Ekaci dhe Duplex Club së bashku me Lemar ja dolën edhe një herë të realizojnë idejan me të cilën do të prezantohen në televizionin ndërkombëtar të modës. E mbi të gjitha të kënaqin mysafirët. Pas përfundimit të sfilatës e përshëndetjes së manekeneve, ne shkuam në prapaskencë sërish të shohim gjendjen emocionale të dizenjatorit, i cili me asistentin po mbledhte plaçkat e po shkonte me shpresën që vitin e ardhshëm të jetë më produktiv. Sa i përket kësaj mbrëmje, qëndroni të përshëndetur.